20-30 vite më parë. Kam vënë re se një arsye e re ose një shkak i ri që mund të çojë deri në një konflikt të tillë që i drejton drejt gjykatës ka të bëjë me përdorimin e mjedisit virtual, ku shpesh herë një situatë e krijuar në atë mjedis bëhet aq e madhe dhe mund të çojë deri në një konflikt që shkon drejt zgjidhjes së martesës. Entela, por në momentet pra që në një marrëdhënie nuk ka toksicitet, por është një marrëdhënie e ftohtë, pa komunikim, por edhe pa intimitet, a këshillohet divorci në këto raste? Çështja është që asnjëri prej nesh nuk dëshiron që ajo familje që është ndërtuar mbi dashurinë, mbi emocionin, mbi të përbashkëtat, mbi projekcionet e përbashkëta të së ardhmes, të shkojnë një ditë drejt zgjidhjes. Por është e vërtet shpesh herë familjet ose çiftet në përgjithësi të bashkëshortëve hynë në kriza të tilla që mund të jenë edhe ciklike, pra ka përxer një herë rikthehen përsëri dhe që kanë të bëjnë me indiferencën ose me një lloj divorci emocional që ata përjetojnë me njëri tjetrin, kur nuk ndajnë më pra së bashku emocionet dhe që shoqërohet edhe me një lloj indiference edhe sa i takon jetës seksuale ose përmbushjes një funksioni siç është ai funksioni seksual që ka martesa. Në raste të këtilla ka çifte që shkojnë edhe drejt divorcit si rezultat i këtyre dy faktorëve, sepse mund të ndodhë që për njërin apo për tjetrin ka shumë prioritet ky aspekt, pra funksioni seksual apo ai i mbështetjes emocionale. Megjithatë ka mjaft çifte të tjera të cilat përpiqen që të tejkalojnë këto lloj vështirësish edhe të mbajnë në këmbë familjen, sakrifikojnë mjaft për të mbajtur në këmbë familjen. Tani pyetja është a duhet sugjeruar? Unë mendoj që ndonjëherë njerëzit që shkojnë te divorci e bëjnë këtë edhe për shkak se mendojnë të parën si zgjidhje. Pra shkojnë shumë thjesht tek e fundit. Dhe ndaj mendoj se në këto raste ka nevojë për institucione të tjera, siç janë ato të këshillimit martesor, të terapive në çift, të grupeve, fokus grupeve me familje të reja që përballojnë, domethënë kanë vështirësi të kësaj natyre që ne jemi duke folur dhe që mund të ndajnë, si të themi, me terapist shqetësimin e tyre. Pra nuk mendoj se është kjo zgjidhja për një situatë të tillë, përkundrazi mendoj që duhet të shpëtohet ajo që është e shenjtë dhe që ka të bëjë drejt për drejt me familjen, sepse ne flasim, por duket sikur flasim vetëm për dy persona, por familja është një lidhje shumë e rëndësishme e njeriut, sepse nënkupton jo vetëm lidhjen me një tjetër, pra mes dy partnerëve, si edhe në jetë të fëmijëve, por edhe lidhjen ose krijimin e një rrjeti të tërë njohjesh që ka të bëjë me njohjen e familjeve me njëra tjetrën. Entela, ashtu si edhe ti e the, pra në një marrëdhënie ku çiftet kanë shumë vite së bashku, ka edhe fëmijë, si e përjetojnë këta të fundit? Mendoj që mosha e fëmijës është mjaft e rëndësishme në çastin që familja shkon në divorc. Zakonisht, kur janë shumë të vegjël, dhe procesi i divorcit nuk ka qenë konfliktual me kalimin e viteve, kur veçanërisht prindrit tani më ish bashkëshort kanë një raport të mirë me njëri tjetrin në kuptimin që nuk ka konflikt mes tyre, fëmia ndihet i qetë dhe vjen, si të themi, të marrë dashurinë e njëri dhe tjetrit edhe në një kontekst të ndarë. Por problemet lindin veçanërisht kur familjet kur shkojnë në divorc ka një konflikt aq të madh mes tyre dhe kjo bën që psikologjikisht fëmia të ndjejë peshën e situatës së re familjare. Shpesh herë fëmijëve ju vishet, domethënë, edhe një lloj përgjegjësie në kuptimin që ai ndjet përgjegjës për çfarë po ndodh në familje, në kuptimin që mes prindërve nuk shkon, ka diçka që nuk është në rregull, vendi i tij cili është apo vendi i fëmijës, pra flasim. Dhe natyrisht ka mjaft raste kur fëmijëve njëri nga prindrit i flet keq për prindin tjetër dhe i vesh atij një pamje, domethënë,
jo dhe aq afër reales dhe kjo përsëri e rëndon fëmijën psikologjikisht, por me kalimin e kohës unë mendoj që nga biseda që ne bëjmë me fëmijë që rriten në familje me prindër të divorcuar, vjen një çast që ata e kuptojnë se ajo ka qenë, si të themi, situata më e mirë e mundshme për të shpëtuar gjithsecili, domethënë mirëqenien shpirtërore dhe individuale. Pra, kur janë të vegjël është më e vështirë, po me kalimin e viteve, kur rriten, fillojnë kuptojnë më shumë, kërkojnë shpjegime më shumë, përpiqen kanë analizat e tyre, përpiqen më shumë t'i kuptojnë prindrit dhe e përqafojnë, si të themi, më thjesht vendimin e tyre. E qartë. Mirë, Entela, për ta mbyllur sepse jemi në fund tashmë, përse gratë duket se kërkojnë pra ndarje më shpesh se burrat, është kjo, le të themi, një çështje kulture, pritshmërisht apo edhe ndryshimesh në mënyrën se si gratë edhe burrat pra përballen me frustrimin? Mendoj se burrat e kërkojnë më shpejt divorcin kur bëhet fjalë për shkelje të besnikërisë bashkëshortore nga ana e grave, dhe në këto raste kam parë që janë ata që e kërkojnë divorcin. Pra që nuk e tolerojnë dhe e çojnë, domethënë, drejt zgjidhjes. Ndërsa gratë zakonisht kur shkojnë drejt divorcit, më së shumti shkojnë për arsye, si të themi, pak më larg kësaj të shkeljes së besnikërisë bashkëshortore. Domethënë, shkojnë kur shohin që s'ka rrugë tjetër, kur i është dhënë çdo lloj mundësie të ndryshojë, kur kanë pritur shumë të ndryshojë dhe kur mbi to është ushtruar dhunë në mënyrë të vazhdueshme dhe ato kanë vendosur t'i thonë ndal. Prandaj e kërkojnë më shpejt ato sepse në përgjithësi kanë edhe aftësi më të mëdha përshtatëse në jetën pas divorcit se sa e kanë këta aftësi për të përshtatur në realitetin post-divorc burrat. Dhe motivet që çojnë pra të dy agjinit janë të ndryshme. Zakonisht kur flasim për dhunë, është dhuna tek ne ka natyrë gjinore, pra është njëra agjini që dhunon tjetrën dhe në shumicën e rasteve gruaja është viktima ose e abuzuara. Dhe ndaj nuk pritet që një burr të shkojë të kërkojë zgjidhje martese kur ai është vetë ushtruesi i dhunës. Sa i takon kësaj që ju thatë kulturës, unë mendoj që një marrëdhënie në familje që vjen e krijohet si rezultat i lidhjes në martesë të dy individëve është në vetvete një përballje e vazhdueshme e nivelit të edukimit të të dyve. Është një përballje e vazhdueshme e nivelit të pritmënive ndaj martesës, dhe është një përballje e vazhdueshme e projekteve për të ardhme që ndërtojnë gjithsecili. Kur shohim që nuk kanë të njëjtin projekt për të ardhmen, dhe kur shohim që edukatat e njërit dhe të tjetrit janë vazhdimisht, domethënë janë gjithmonë më larg njëra tjetrës, dhe kur shohim që njëri zhgënjehet nga martesa, priste tjetër gjë dhe po del tjetër gjë, këto janë premisa për mendimin tim që këto familje mund të shkojnë në krizë dhe prej krizës ato mund të shkojnë deri edhe në zgjidhje. E qartë. Mirë, Entela, kemi arritur në fund. Falenderoj shumë për gjitha informacionet. Faleminderit. Faleminderit shumë. Kënaqësi.